Në mëngjesin e sotëm raportohet nga mediat e Maqedonisë së Veriut se këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi ka ndruar jetë. Thuhet se shkaki i vdekjes së tij ishte një sulm në zemër. Shpati ka lindur më 1 maj të vitit 1985 në Tetov. Shpati njihet për hitet e tij, të cilat janë si Axhamiu, Valle Kosovare dhe shumë këngë të tjera të tij, të cilat janë shndruar në hite. Ne e ngushëllojmë familjen dhe të gjithë ata që e njohin Shpat.